1.500 efektiv të policisë së shtetit do të jenë në gatishmëri me qëllim garantimin e sigurisë gjatë aktivitetit të samitit evropian në Tiranë, që prej orëve të para të mëngjesit njësitë antiterrorit, antieksplozivit dhe repartit Renea janë vendosur në aeroportin e Rinasit, por edhe në pikat të tjera kufitare ku pritet të mbërrijnë liderët e vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë gjithë Tirana, ditën e premte, do të jetë në monitorimin e forcave speciale, por edhe të shërbimit informativ për shkaqe sigurie. Policia ka hartuar edhe disa kufizime në pjesë të ndryshme të akseve rrugore, ku kryesisht aksi që do të preket është ai që lidh aeroportin e Rinasit me Tiranën. Konkretisht me datë 16 nga ora 6:30 e mëngjesit deri në orën 11:30 të drekës do të jetë bllokuar aksi që lidh aeroportin e Rinasit, hyrja të autostradës rreth Human Kashar, mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi tek Sheshi Shqiponia, Unaza e Re krahu i Astirit, rreth rrotullimi i Saukut e deri në hotelet ku do të akomodohen liderët e Bashkimit Evropian. Pas orës 11:30, ky aks do të jetë hapur pjesërisht për të bllokuar më pas në orën 13 deri në orën 18. Por policia e Tiranës përveç masave për samitin, i është dashur të marrë masa edhe për Sali Berishën. Blut e kryeqytetit kanë shtyrë me 300 metra vendimin antimitiku të paralajmëruar nga Berisha pas ditën e të premtes, ndërsa në Tiranë janë liderët evropian. Policia nuk i dha leje Partisë Demokratike për të mbajtur protestën në bulevardin Zogu i Parë, pasi cënohet siguria e samitit, duke i mundësuar bulevardin e ri pranë Paskuqanit, aty ku mbyllën edhe fushatën. Partia Demokratike fillimisht kishte njoftuar aty protestën, por dje Berisha paralajmëroi afrimin e saj pranë samitit, dëshirë kjo që u kundërshtua nga policia për arsye sigurie.